Mirëmbrëma. Ndërsa vazhdon akoma debati për zgjedhjet, vazhdon se kush ka fituar, kush ka vjedhur, partitë e reja, partitë e vjetra, neve duam të flasim për një temë, për atë që themeloi këtë shtet dhe na dha mundësinë që të zihemi se kush duhet të qeverisë, kush ka vjedhur, kush ka lënë. Kam këtu të ftuar zonin Evarist Beqiri. Mirëmbrëma, mirësellë Evarist. Mirëmbrëma Dritan, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Është kënaqësia imja, ne folëm që përpara zgjedhjeve, po thash që të qetësohet pak situata dhe ndërkohë bëjmë një emision për Ismail Qemalin në këtë situatë post-zgjedhore, edhe për të bërë një diferencë midis një burri shteti dhe politikanëve të sotëm, midis dikujt që themeloi Shqipërinë dhe të tjerëve që duan të hanë Shqipërinë. Atëherë, do doja ta filloja në fakt nga mesi bisedën, sepse edhe librat e tu, njëri është themeluesi, leadershipi i Ismail Qemalit, e kapur në një këndvështrim pak të ndryshëm nga që është bërë nga biografia. Këtu është edhe botimi në anglisht i librit tuaj. Unë doja të dija, po e filloj nga mesi, pse zgjodhen austriakët Ismail Qemalin, ose qa kishte të veçantë ky burr? Shiko, unë do ta parashtroja çik ndryshe, nuk do të thoja pse zgjodhen austriakët, po do thoja pse ishte në gjendje t'ia Ismail Qemali ishte në gjendje të imponoj. Nuk po them ti zgjidhja ai austriakët, sepse austriakët patjetër që ishin aty, nuk mund të them se ishin para Ismail Qemalit në çështjen kombëtare, se është krijuar në një dhe kjo, si më thënë, nuk do ta quaja komplet gabuar si narrativ, pra që rolin e austro-hungarezëve duhet ta theksojmë, është i rëndësishëm, por nga ana tjetër nuk është se austro-hungarezët e bën Shqipërinë, se është krijuar kjo ideja sikur e mbështetur dhe nga ca, po i quaj në thonjza historianë, se nuk janë historianë, ata që shumë sipërfaqësor dhe në ndonjëherë të sharlatan, që interpretojnë historinë kaq thjesht, sepse nuk mund të bëhesh dot me urdhër ose me ferman as të sultanit, as të perandorit austriak, as të askujt tjetër, në radhë parë posqe vullneti dhe aftësia e një kombi. Dhe patjetër që pastaj kërkohet dhe për kraja, se ne kemi edhe në kohët moderne mënyrën se si janë formuar shtetet, kemi rastin e Kosovës apo raste të tjera, patjetër që duhet për kraja ndërkombëtare, sidomos dhe për një kombë të vogël, por edhe është e rëndësishme dhe konteksti i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por unë nuk do të thoja që ishin austriakët ata që zgjodhen Ismail Qemalin. Përkundrazi, do të përmendja këtu vetëm një episod, se ndonjëherë ne na pëlqen mënyra se si i shikojnë të huajt, gjërat si e shikojnë Shqipërinë dhe çfarë thon të huajt. Na pëlqen më shumë se ç'është e vërteta ndonjëherë. Dhe është një episod shumë i bukur që ka shumë fakte, dokumente historike në arkiva, kështu që kalojnë për ciptazi ose nuk na pëlqejnë, t'u japim rëndësinë e duhur. Dhe mua më ka rënë rastësisht, kur merresha me shkrimin e librit, më ra rastësisht në dorë. Dhe ishte një detaj shumë i bukur. Thoma Pano, patrioti i shquar Gjirokastrit, mësues i popullit e kështu me radhë, besoj i dëgjuar të gjithë, dhe ka qenë dhe ka shërbyer edhe në qeverinë e Vlorës. Në momentin që forcat greke, trupat greke në 1913, më saktësisht në gusht 1913, kishin pushtuar Gjirokastrën, fshatrat përreth, gjithë krajinën po thuaj, shqiptarët nuk kishte ngjetur gjë tjetër veç se të protestonin, se aftësi ushtarake nuk kishin që luftonin, patjetër kishte edhe trupa, luftohesh në Labëri, luftohesh në Llogara, luftohesh në Kuçe, kështu me radhë. Por nga ana tjetër nuk kishim fuqinë që t'i largonim. Dhe një delegacion qeveritar i kryesuar nga ministra, por dhe nga funksionarë të lartë, duke përfshirë këtu Petro Pogën, Myfit Libohovën, që ishte ministri i jashtëm në atë periudhë, dhe zyrtarë të tjerë lartë, përfshirë këtu Eqerem Vlorën, Thoma Papanon, Rauf Fico në mos gaboj, dhe shumë personalitetet tjera janë të shkruara, sepse janë te kujtimet e Thoma Papanos. Pra kujtimet e tij të shkruara me shkrim dore, me shkrimin e tij. Dhe ai thotë kështu: në gusht të 13-s u përgatit një delegacion qeveritar, pra po flasim pas konferencës Londrës, pas kthimit të Ismail Qemalit në Vlorë, dhe po vazhdonte me ato vështirësitë menaxhimi i situatës, pra i asaj krizës ishte. Dhe thotë u bëm një delegacion dhe do niseshim për një vizitë në këto kancelarit kryesore europiane. Para se të niseshim na priti Ismail Qemali, na priti në zyrën e tij, thotë, dhe na dha disa porosi, biles, se është dhe kjo çështja që mund ndalim më vonë, ishte mason, si ishte mason, se ka ca tani që duan ta bëjnë dhe mason me zor, si më thënë. Por që ju jepni porosi, thotë, nëse në njërin nga ju ka është pjesë në një llozhe masonike, i thotë,
të provokojë një mbledhje për të ndërgjegjësuar për çështjen shqiptare. Nga ana tjetër, këta ishin të pajisur me harta, me dokumenta, për t'i treguar fuqive që ja, ç'është kjo popullat, na pikpamje etnografike, kulturore, historike, kështu me radhë, është një krahi shqiptare. Grekët pretendojnë kot aty. Dhe thot, kur vajtëm në Rom, na priti De Martino, në mos gaboj, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme, dhe ai na thot siç atë stilin italian, vediamo. Dhe na përcolli thot. Shkojmë në Vjenë. Në Vjenë i pret Alfred Rapaport, që është një nga njohësit më të mirë të Ballkanit, po dhe të Shqipërisë, që fliset edhe shqip me theksin e veriut, dhe na priti shumë mirë, thot, na foli shqip. Dhe pastaj na priti dhe vet Konti Bertolt. Pra ai që themi ne ndonjëherë quhen dhe si arkitekti i Shqipërisë, ai Shqipëri. Pra patjetër që ka pas një rol të rëndësishëm. Por Konti Bertolt thot na pritin një takim dhe na thot na bisedë kuptohet se ata kanë siç kemi ne këtë stilin që të hedhim çik vrerë, sidomos përpara të huajve. Dhe si duket kanë folur, ai nuk e përmend se çfarë është thënë Thoma Papano, se është interesante për të kryqëzuar në ndonjëherë, sepse prandaj kur shkruajmë për historinë duhet kemi kujdes, duhet të kryqëzuar shumë burime dhe duhet pasur dhe rezerva ndonjëherë, se kuptohet që kanë dhe subjektivizma brenda dhe kujtime. Kështu që këtë njëjtin episod e pasqyron dhe Qeren Vlora, por Qeren Vlora i bie shumë shkurt edhe me atë cinizmin e tij nuk futet në shumë detaje. Ndërsa Thoma Papano, ai bile si thotë këtë tjetrën, është me këtë tezën që sapo thatë ju që Austro-Hungaria na bërin. Mos ishin ata nuk bëheshin. Ndoshta kishte edhe inatin. Patjetër, dhe ishin shumë filo-austriak. Ishte edhe filo-austriak, kjo dihet. Dhe austro-hungarezët do preferonin më shumë Surja Vlorën dhe Qeren Vlorën, që ishin në krye të lëvizjes kombëtare se sa Ismail Qemalin. Kjo është i fakti i mirënjohur tashmë. Por do e thoya këtë. Por këtu del edhe leadershipi i Ismail Qemalit. Pikërisht, që imponua dhe nuk kishin çfarë të bënin, sepse jo se ata e preferonin. Do thoni ju pse nuk e preferonin. Nuk e preferonin sepse ishte një diplomat kalibri, një njerëz që nuk kontrolloi, domethënë nuk binte pre e lojrave të vogla të politikës qoftë ndërkombëtare, qoftë politikës së brendshme. Nuk e kontrollonin dot siç do donin ato. Keni parasysh që jemi në politikat postkolonialiste, pra në neokolonializmin, jemi në ato periudha. Ato e donin Shqipërinë, po e donin Shqipëri me një qeveri, po themi kukull, ta kishin në kontroll. Edhe fakti që nuk u përpoqën shumë për tërsinë e saj territoriale, domethënë pra ju duhej në kuadër të e donin thjesht një kundrapesh. Politikës së tyre kundër shtrirjes së slavëve në Mesdhe, daljes së tyre në Adriatik, pra në kuadër të politikave tyre perandorake, le të quajmë. Pra të interesit tyre dhe kjo është legjitime, nuk kanë gjë këtu për të, por nuk duhet t'i japim ne rol më shumë se ç'duhet, siç tentojmë. Si ishin tashnor. Absolutisht. Tani ai u thot kështu, Bertoldi, se këtu edhe dilja, i thot në fund thot pasi bën bisedë, na shtoi dreke kështu me radhë, na dhain porosi thot. Dhe kjo është detaj shumë i bukur që se përmend njëri këtë. I thot e vërteta e pavarësisë duhet të dihet dhe është kjo, i thot. Iniciativa për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë ishte Ismail Qemalit. Nuk e nisëm ne, i thot. Nuk e nxitëm ne. Ai u nis vet, thot, nga Stambolli, shkoi në Bukuresht, Trieste, Durrës, Vlorë, si dihet itinerari. Pra, kjo duhet dihet, thot ai. Dhe këtë e shkruan me vërtetësi intelektuale dhe integritet shumë të madh dhe duhet vlerësuar edhe kjo, se jo të gjithë e kanë këtë, se unë përmend ai Qeren Vlora se përmend fare këtë, thot vetëm Austro-Hungaria në kujtimet e tij. Këto episode përshkruan që kemi qenë në një vizitë të tillë, po ta hapësh te kujtimet. Por në ana tjetër, këtë detaj të rëndësishëm, çau thot Bertoldi, Konti Bertolt vet, nuk e thot. Thoma Papano e përmend. Do thoni ju kishte një interes Thoma Papano ta shtrëmëronte apo jo? S'besoj. Nuk besoj. Dhe kujtimet i ka shkruar. Nuk janë publikuar nuk janë të publikuara kujtimet e tij. Janë do shkrim. Nuk janë publikuar në një libër, po them, ose në një botim. Me qartë. Atëherë,